Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Gënjyen për ulërimat në ferm. Nuk ishte qeni sëmur, por konkurrenti. Ngjarja që alarmoi fermën dhe ulërimat për ndihmë në mesnatë sapo kanë marrë një kthes të re. Të paktën sipas një deklarate të fundit që po bën xhiron e rjetit. Ndërkohë që produksioni përmes Arbana Osmanit deklaroi zyrtarisht se kriza lidhej me qenushin Stormi, Elton Tozaj ka dalë me një version krejtësisht të kundërt. I ftuar në një intervistë, Tozaj u pyet nga gazetari lidhur me videon virale ku dëgjohen banorët duke thirrur ka epilepsi. Reagimi i tij është: "Një nga konkurrentët vuan nga një sëmundje dhe nuk jam i sigurt nëse është epilepsi apo jo. Ka patur një problem shëndetësor goxha të rënd një nga konkurrentët. Nuk ka lidhje fare qeni. Qeni është në rregull." Kjo deklarat pa diskutim ka trazuar rjetin ditët në vijim.